Miq të Piskut, ju përshëndesim, uroj që t'jeni mirë. Jemi sot me profesor Angel Luka, një njeri i vuajtur, i rrahur me jetën, në kërkim të drejtës, në zbatueshmëri të ligjit për veten dhe për gjithë ata njerëz që janë në shërbim të këtij vendi, qoftë me arsye ose pa arsye, me zgjedhjen e tyre ose pa zgjedhjen e tyre, në shërbim të ndoshta dhe në keqdashjen e atyre tjerëve që ndoshta duan ta shkatrojnë ose ta keqorientojnë këtë vend, Angeli i ka dalë përballë kësaj gjëje me arsie, po para arsi e ka treguar prej kohësh me videot që kemi bërë për kanalin Pisk, një pjesë shumë e madhe dhe e rëndësishme atyre që e mbështesin Angelin, janë tashmë pjesë e kanalit Pisk, ku e ndjekim vazhdimisht me intervistat dhe denoncimet dhe ngjarjet e ndryshme. Profesor, falenderoj shumë që pranove ftesën. Faleminderit Altin. Kam kërkuar gjithmonë që të vish në studio të na sjellësh ato dokumentet që ne me cikle të ndryshme, me histori të shpeshta, na i ke nxjerr përballë faktit dhe njerëzve që na ndjekin. Altin, mbasi të tjerë dhe marrin për shaka, mbasi edhe ti vetë ke marrë për shaka, po unë kam thënë që me ca hapa të tjerë ti merr çmimin Pulitzer, dhe më thënë një nga gazetarët më të mirë në botë. Dhe me që kemi pak mundësi më të mira se sa atje ku dalim në shesh, unë po filloj nga prezantimi vetes, unë jam Angel Luka, dhe ky që shikoni këtu është një akt që ka dalë nga gjykatat, nga të dyja gjykatat, nga gjykata e jurisdiksionit të përgjithshëm dhe nga gjykata e posaçme. Të dyja gjykatat në bazë të kushtetutës neni 31 që më jep mua të drejtën të vetë përfaqësohem. Dhe gjykatat nuk bëjnë gjë tjetër veç se konfirmojnë atë që mua kushtetuta ma jep. Ky jam unë, domethënë unë jam njëri që mbroj veten time, mbroj interesat e mia dhe sulmoj. Tani për sulmoj. Për çfarë syze kanë që ti më të qartë për njerëzit? Prit, ke sulmoj. E shikoni këtë, ju kam prur një nga këto fotat, se të tjerët i njihni juve, po edhe këta i njihni. Shikoni këtë? Ky zotëria ka qenë agent policie në komisariatin numër 2, kur gjithë komisariati pretendonte se gjas me mua më kishte problem bile vëllezërve të mi, ju thoshte që do ta arrestojmë me sot me nesër. Gjithë kjo panik bëj qëllimisht që njerëzit t'i largonin prej meje. Një praktik pune e policisë që vazhdon edhe sot e kësaj dite. Duke keq ushqyer ata me informacione jo të vërteta, komplet që të shohim me sy tjetër. Gjendja është komplet e kundërta. Kjo është një luftë tjetër, le të them, por luftë tjetër, atëherë. Si ky është më i vogli atyre që kam kallëzuar unë, më i vogli, sepse njëri prej tyre tjetri është Arben Ahmetaj, po të flas për njerëz që janë të arrestuar, apo të paktën ka një urdhër arresti, Reza Artaçi që ka 2 urdhër arresti, Fatmir Xhafa që është në arrestim e sipër, apo ndoshta do arrestohet shumë shpejt. Po tash, kështu thonë ato kujt e liga. Ti me tëndën e ke thënë prej kohësh. Po pra. Angel. Tani një mori njerëzish nga ata që kam kallëzuar unë, ose janë përjashtuar nga puna, ose kanë pasur probleme me drejtsinë. Domethënë janë gjithmonë njerëz që në një mënyrë apo në një tjetër kanë konfirmuar thënjet e mia. Tani, le ta nisim pak lutem, ne kemi thënë, stërthën herë pas here, le të themi gjithë atë fillimin e gjithë këtyre historive, këtyre ngjarjeve që pasohen nga njëra tjetra, që ndoshta vinë edhe nëpër masa akoma më të mëdha. Si ka nisur gjithë historia me këta Angel? Si u bëre ti, si u plekse me gjithë njerëz? Që të kuptojnë njerëzit atë që do them unë, duhet që unë t'ju jap atyre një provë që fjalët e mia nuk janë shaka. Po. Ti e njeh këtë? E ke parë ndonjëherë? E keni parë ndonjëherë? Kjo foto i ka vajtur ambasadës amerikane në disa forma. Zotëria është Christopher Wray, që deri dje ishte numri 1 i FBI-s. Kjo foto më ka ardhur mua dhe si që shikoni ka dhe numrin e Bexhit.
E kupton? Po. Është dokument zyrtar dhe është sekret. Dhe unë ditën e parë që më ka ardhur kjo foto, kam marrë në telefon ambasadën amerikane dhe kam kërkuar që të verifikoj nëse ky numër begji është i vërtet apo jo. Nuk më kanë thyer asnjë përgjigje. Po. Pastaj çka kam bërë? Për çfarë ka ardhur? Për çfarë ka ardhur? Më lejo që të mos e them. Po, që të jemi të qartë edhe për Jo, s'ka gjë. Po njerëzit e kuptojnë që këtu kemi të bëjmë me numrin 1 të FBI-s. Po? Ashtu. Dhe numri 1 i FBI-s më dërgon mua benxhin e vet për çfarë? Ku në çfarë formash? Me post, me s'ka rëndësi, nuk ka rëndësi. S'ka rëndësi. Më ka dërguar. Pse? Tashi, nëse nuk është i vërtet kjo, pse nuk e thot ambasada amerikane që angjëll të kanë gënjur, angjëll të kanë mashtruar? Para sa kohësh ka kjo? Atëre, kjo foto përkon me ngjarjet e McGonigal. Domethënë të vitet 2018, kur edhe nga Donald Trump më vinin ftesa. Dhe unë sot e kësaj dite pyes ambasadën amerikane me të gjitha format, edhe me policinë e shtetit, edhe prokurorinë, edhe ambasadën amerikane drejt për drejt me letra dhe ju them, ore, është e vërtet, nëse s'është e vërtet, më thuaj pse s'është e vërtet. Dhe kush i çon? Se është e pamundur që ambasada amerikane të mos jetë interesuar të di se kush e çon këtë foto me gjithë bedgj. Çfarë përgjigje keni nga ambasada? Çfarë thon ambasada? Zero. Në ana tjetër të kësaj siç e shikoni, kjo është një letër që është dërguar ambasadës franceze. Dhe i është dërguar Kristina Vasak. Është Kristina Vasak ka ardhur pas fituesisë, ambasadore franceze. Dhe këtu i shpjegoj zonjës se si ambasada franceze në Rom më ka mashtruar. Ka marrë prej meje, por nuk ka dhënë atë që ka premtuar. Dakord? Dhe tash po ju vim edhe një herë t'ju themi që unë që më shikoni këtu dhe që policia më përndjek ditë natë, në çdo sekond kur hyje kur dal në shtëpi. E kupton? Çdo herë, çdo ditë. Çdo ditë, çdo sekond. Mund të themi që ti je njeriu më i sigurt sot për sot, ëh? As Edi Rama s'ka kaq njerëz, as Trumpi nuk ka kaq njerëz që ndjekin mbrapa që ta ruajnë. Edhe këta njerëz që pretendojnë se s'më njohin fare, e kupton? Nuk japin asnjëherë përgjigje. Ne jep një përgjigje. Kush është ky? Se këta janë emra që nuk mund të përfliten. Nëse unë nuk i kam nxjerrë dhe nuk i kam botuar kur këto, po me vite të tëra unë kam sakrifikuar veten që këto të mbeten sekret ashtu siç duhet të mbeten sekret. Pse nxorre sot e? Sepse s'ka rrugë tjetër. Nuk ka rrugë tjetër. Në prokurori dhe në polici të mashtrojnë ditën për diell, se kanë përgjigje fare. Bile janë aq të pamoralshëm se sa herë që unë shkoj atje të thonë edhe po ti këtë punë ke. Tani, me që unë kam këtë punë, ata zotrinj duhet të dinë që se jam i detyruar t'ja u them unë këtyre zotrinjve, që unë kam në dorë një vendim të formës prerë, gjykata e apelit numër 611 i 2024, që ka lënë në fuqi numrin 1194 të vitit 2022 dhe urdhëron gjykata regjistrimin e procedimit penal për personat e mëposhtëm. Dëgjojeni mirë. Do t'ju lexojmë disa pasazhe që të kuptoni ju pse kemi ardhur këtu. Ja ku e kemi këtu. Shikoni, gjykata e apelit, vendimi numër 1194, akti datë 14/6/2022, i gjykatës së rrethit gjyqësor Tiranë është i bazuar në prova dhe në ligj dhe si i tillë duhet lënë në fuqi. Dhe gjykata e shkallës parë ka marrë kallëzimin penal numër 3271 të vitit 2022 nga Engjël Luka, i cili ka kallëzuar Bankën e Shqipërisë, guvernatorin Gensejko, mbikëqyrësin Deniz Dërralla për veprat penale, dëgjoj se janë veprat më të rënda penale që përmban kodi penal. Dëshmi e re me para prokurorit, mashtrim kompjuterik, fshehje e transfertave dhe vjedhje natyrisht, pastrim parash që e ka jo më pak se 12 vjet, marrje në mbrojtje të autorëve të veprave penale dhe korrupsion pasiv. Të tëra këto vepra shkojnë në jo më pak se 20 vjet burg për secilin prej tyre. Atëre. Dhe këtu midis të tjerave bëhet fjalë për vlera deri në 50 milion dollar. Kjo është totali.
Tash i totali është goxha më i madh, po këto janë ato që unë kam arritur të identifikoj dhe që të shpreh, domethënë të jap gjykatës prova dhe indicie për të cilat mund të ngrihet kallëzimi dhe mund të jepet vendimi. Angel, si ka nisur gjithë kjo histori? Atëherë historia, transferta, para, historia. Dhe mbase njerëzit nuk e kanë kuptuar. Dhe shiko çfarë thot vendimi. Këtu në sipër, këtu sipër thot. Ajo, domethënë Banka e Shqipërisë, ka mbuluar, ka fshehur aktivitetin kriminal të bankave Raiffeisen, Intesa San Paolo, Western Union dhe qarta zgjedhje të vetin. Të katra bankat me njëra tjetrën kanë bërë kërdin për vite të tëra. Kanë mashtruar, kanë fshehur, kanë vjedhur, kanë korruptuar. Kanë dhënë para për të bërë biznese, objekte e tjera dhe të gjitha këto mbulohen me emrat Kristian Kanakaris, që është numri 1 i bankës Raiffeisen, Silvio Pedrazzi, që është numri 1 ishte i Intesa San Paulos, dhe 2 krerët e kompanisë Western Union, Edmond Leka dhe Elton Çollaku, që është njëri pronari dhe tjetri administratori. Të gjitha këto, shikoni çfarë thot gjykata, se është shumë e rëndësishme të dëgjoni çfarë thot gjykata. Gjykata thot, i fortë me gjithë këto dokumente, me gjithë këto prova, fakte që keni. Atëherë, këto janë prova dhe fakte në fund të kësaj faqe, në faqen 5, me gjithë të tjerave, në bazë të neni 396, gjykata ka pasqyruar edhe kërkesën time, neni 396 i kodit procedurës penale, që të më kthehet sendi në kohë reale, domethënë sapo të identifikohet që me të vërtetë ky sendi i takon Angelit, pa kaluar në për veprimet e tjera gjykate, të më kthehet. Dhe gjykata midis të tjerave thotë që nuk ka paqartësi në shprehjen e kallëzimit. Nuk ka paqartësi, domethënë kallëzimi është i qartë me emrat e personave, ja ku thot këtu, kallëzuesi pretendon, po gjykata ka prova që e miraton pretendimin tim. Kallëzuesi pretendon se nuk ekziston asnjë lloj dokumenti që të mbështesë pretendimin e mësipërm se Banka e Shqipërisë i ka dredhuar qëllimisht informacionit. Ka fshehur Banka e Shqipërisë ato informacione që kërkoj unë. E kupton? Dhe natyrisht për të marrë në mbrojtje bankat Raiffeisen, Intesa San Paolo dhe Western Union dhe të vetin. Dhe pasi përmend përsëri veprat penale, këtu shikoni në krye fare, shikoni këtu sipër, nëse arrini ta lexoni, po ja u lexoj unë, gjykata e apelit nga përmbajtja e kallëzimit vlerëson se nuk ka mungesë të nivelit të qartësisë të faktit penal të pretenduar. Domethënë, ato që Angel Luka ka thënë dhe ka pretenduar nuk janë broçkulla, po janë gjëra shumë të sakta. Dhe thot që kallëzuesi parashtron të dhëna të qarta rreth faktit penal të pretenduar dhe personave fizik apo juridik që sipas kallëzuesit mund të kenë kryer veprën penale. Tani, me që erdhëm deri këtu, po ju përsëris edhe një herë faktin që policia dhe prokuroria asot e kësaj dite nuk e kanë regjistruar fare këtë kallëzim, këtë vendim. Nuk e kanë regjistruar. Që regjistrimi duhet bëj 100 sekonde parë, që kur e kanë marrë në dorë, në 15 maj vjet. 11 muaj e kusur, ky vendim nuk merr vlerësimin e prokurorisë. Prokurori gjenjen. Ndryshimin e qeverisë së re që do të vi, ka mbështypjen, do të marrë vlerë tjetër gjëja apo? Mirë, ta lëm humorin. Do vim një herë tjetër për humor. Për humor, do vim një herë tjetër për humor. Nuk i pëlqen humori fare, se është gjithmonë strikt. Ju bëhet sa pyetje dhe që të kuptoni dhe marrëzinë e këtyre do të themi një tjetër. Do të themi një tjetër unë që dokumenta i përgatitur gjithmonë është përgatitur. Ky është firma e Muhamet Rumbullakut, nëse mbani mend deri dje ka qenë drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, po para se të bëj drejtor ka qenë drejtori i AMP-s, domethënë i agjencisë mbikëqyrjes policore. Në fakt AMP-n e morën vesh kur u fut Ardi Veliu aty se di që ekziston si AMP. Dhe zotëria thot që un kam, domethënë me dy fjalë, kam kallëzuar punëdhënësin tim, Fjordi Mustafaj, dhe pasi kallëzova punëdhënësin, drejtori i antikrimit në
shefi sektorit i antikrimit në drejtorinë e policisë Tiranës e fsheu kallëzimin. Dhe unë e kallëzova dhe atë. Tashi, zotëria thot që për sa më sipër, thot zoti Rumbullaku, ka firmën këtu, e shikon? Thot zotëria që për sa më sipër pretendimet në lidhje me kallëzimin e bën ngarkim të shtetasit Fjordi Mustafaj janë trajtuar nga organi prokurorisë, që ja fut kot. Pretendimet për fshehjen dhe dekonspirimin e kallëzimit nga ana e punonjësit policisë Xh Bilaj nuk provohen, thot ai. Xh Bilaj, do të thënë Xhevair Bilaj. Tani, shikoni çfarë thot Posta. Ja Posta. Dhe Posta thot, nga ndjekja e veprimtarisë së punës punonjësve nuk konstatohen shkelje dhe që do të thotë që kërkesa ime drejtuar Postës thot që unë kam nisur një kallëzim penal në datën 24, në datën 23 gusht 2018. E kupton? Ky kallëzim është drejtuar në emër të Xhevair Bilajt dhe 3 orë më vonë Fjordi Mustafaj, që ishte në kallëzimin që duhet të merrte Xhevair Bilaj, ka qenë në shtëpinë time te derë shtëpisë. Te keni me fakte me prova edhe këtë. 100% po unë u takuam folën me njëri. Dhe domethënë, kjo më dha mua dyshimin që Fjordi Mustafaj e kishte mësuar që unë kisha bërë një kallëzim. Dhe kishte ardhur aty qëllimisht për të më bërë presion mua që të rriqja kallëzim. Këta e përgënjeshtrojnë që s'ka. Këta e përgënjeshtrojnë. Edhe pse ju keni ndjek formën që këto duan nëpërmjet Postës. Gjithçka dhe shqyrtje që ndoqja nëpërmjet. Po ashtu vendimi i Dritanushit thot që është kërkuar pranë drejtorisë policisë vendore dhe nuk ekziston kallëzim sipas drejtorit. Po pse prokuroria duhet ja kërkonte policisë këtë vërtetim dhe jo Postës? Pse policisë? Se policia e fsheu një herë. Pse duhet e kërkonte policisë? Që ta fshinte prap? Dhe Posta, jo vetëm që ka dhënë atë, po siç dihet, Posta ka lëshuar dhe tabulatet. Janë dhe tabulatet në dosje. Kështu që këta zotrinj janë kaq të patsip. E kupton ti? Këta s'kan kandar në ato që thonë. Cila është çështja jote më e madhe, më e fortë, më e rëndësishme? Që ti nuk e lëshon asnjëherë atë. Unë nuk lëshoj asnjëherë prej tyre, po ato janë të ndërlidhura me njëra tjetrën. Dhe unë po bëhem gati që së shpejti do bëj një kallëzim penal, pasi të marrë të gjitha statistikat, se duhet të jenë statistikat, emrat e prokurorëve, të gjyqtarëve, datat e tjera, dhe do të bëj një kallëzim penal që në gjuhën e ligjit quhet krim vazhdues. Krim vazhdues ka zakonisht të njëjtët autor, të njëjtat qëllime, të njëjtat mjete që vazhdojnë në kohë. Atëherë. Dhe ne tash do të vinë tek ajo pyetje që bëre ti në fillim. Okay. Që të një me Angelin. Jo se kush është. Atëherë Angeli është Angel Luka nga Berati, ka bërë shkollën, ka qenë nxënës në shkollën 22 Tetori në Berat, ku disa vite më vonë, shumë vite më vonë. Por gjithë ju që keni dyshime, hapni video të tjera, do të thotë po të njëjtën gjë. Gjithmonë të njëjtën. Dhe kam qenë edhe për ca kohë mësues atje, po unë kam mbaruar gjuhët e huaja, edhe shkollën e mesme dhe domethënë shkollën e mesme Asim Vokshi këtu në Tiranë, dhe fakultetin po ashtu. Kam qenë një nga nxënësit më të mirë të shkollës dhe gjithmonë rebel. Gjithmonë duke u zënë me këtë. Tani, që ta kuptojnë të vërtetën zotrinjt, duhet të shikojnë këtë foto këtu. Këtë foto janë 2 ampula, njëra ajo që unë marr zakonisht për shkak të helmimeve dhe gjendjes shumë të rëndë të alergjisë që kanë krijuar helmimet. Këtu është bërë dhe kallëzimi penal në prokurorinë e Tiranës. Këto 2 ampula janë me efekt krejtësisht të kundërt. Po ngjajnë si 2 pika ujë me njëra tjetrën. Njëra është ajo që më jep shëndet dhe tjetra është ajo që më vret. Virusi antivirusi, të dy. Ashtu. Dhe ky kallëzim penal është bërë kundër vrasësve që me emër e kanë qenë, domethënë njerëz të shërbimit informativ. Kanë urdhëruar farmacistën që në vend që të më jepte atë që më kërkoja unë, më jepte tjetrën, që siç e shikoni, duken të dyja njësoj, dhe unë nuk e vura re se
se po më elmonte për momentin e parë. Dhe Për sa kohë ke përdorur atë një? jo vetëm një herë, po ta kisha përmendur përdor edhe një herë tjetër, isha larduar. Kam ndendur 3 muaj smur për 2 orë, 2 orë e gjysmë kolla nuk mbaronte kurrë. Dhe që ta dini juve, unë do t'ju them që këta persona kanë emër. Zotëria që ka urdhëruar në dyshimet e mia, që janë edhe në kallëzimin penal të drejtuar prokurorisë, quhet Romeo Zegali dhe ka mbaruar të njëjtën shkollë me mua. Romeo Zegali është shtirë sikur ka qenë një nga drejtorët e Ministrisë së Shëndetësisë në kohën kur ishte Vangel Tavo ministër. Dëgjoj mirë këtë. Vangel Tavo u bë kryetar bashkie dhe përfitoi prona njëra pas tjetrës, pikërisht sepse mori vesh që Angel Luka është helmuar dhe është kërcënuar, kanosur me plumbat nga një anë dhe me prangat nga ana tjetër, pikërisht nga njëri i jashtëm institucionit, nga Romeo Zegali. Domethënë ky njeri ka që pushtetshëm, ka që fuqishëm është? Jo. Ka qenë ai? Jo, ai nuk ishte asgjë, ishte thjesht një vegël i Visho Ayazi Likës, domethënë i drejtorit atje, dhe Visho Ayazi Lika ishte vegle Edi Ramës, që edhe dekoroi bashkë me Ilir Metën e të tjerë. Dhe tash do arrim te Zanafilla. Po, aty do. Siç e dini, unë jam bir ushtaraku. Domethënë babai im ka qenë ushtarak. I mirë trajnuar, i mirë shkolluar, ish partizan, 10 herë i dekoruar nga Ministria e Punëve të Brendshme. Dhe unë që i vogël, në një mënyrë apo në tjetër, kam mësuar dhe çajesh ushtarak dhe aku. Nuk kam dashur kur të merrem me atë gjë, por në momentin X, në vitin 2001-2002, kur pas kullave binjake, unë ndodhesha në Romë, unë ndodha në një situatë që nuk mund t'i shmangesha përgjegjësisë morale që kisha. Për çfarë? Morale. Dhe ka të bëjë me informacione në lidhje me antiterrorin. Domethënë, ato që kam thënë unë, kanë shërbyer për të shpëtuar jetë njerëzish. Çfarë punë ke bërë? Nuk është puna jo. Unë, kur kisha mundësi, ju kam thënë personave që kanë autoritet dhe që kanë mundësi reale, që janë institucion për të luftuar kundër terrorizmit. Po pse bëje këtë? Sepse s'kisha mundësi tjetër në kuptimin e asaj që unë e dija që nëse unë nuk do reagoja, nëse unë nuk do t'i thosh ato, mund të vriteshin shumë njerëz. Nga i merr vesh. A tjetër gjë kjo. Tjetër histori. Jo, po këtu na ka çedu gjithmonë, këtu na ka rreshkitni ajo. Atëre, këtë pyetje ma kanë bërë në Itali dhe më kanë thënë mua, po ti si i di këto? Po si Prit. di? Tani unë ju kam bërë atyre një pyetje. Ti të pyetje të më bësh edhe mua? Po do ta bëj unë. Po. Tani, ju kam thënë atyre, ju, apo se kjo pyetje u bë në fakt në një moment shumë delikat, u bë pas atentatit më të rënd të ndodhur në Spanjë, në Madrid, ku vdiqën 200 veta, u vran 200 veta, u plagosën mbi 1000 të tjerë. Dhe unë thash atyre kështu. Tani ju jeni më shumë të interesuar të dini se si e di unë ato që ju them juve, apo që ato nenat të mos i qanin fëmijët e tyre. Pra për ta parandaluar ti. Tash ju s'gjithni e meni. Ose më më kërkoni. Po të kuptojmë në cilën anë je. Kush është ai që? Po ju jeni të çmendur që e bëni këtë pyetje. Çdo të thotë kjo në cilën janë je. Unë të bie informacion për të shpëtuar jetë njerëzish, e ti më thuaj në cilën janë je, çfarë pyetje është kjo? Po edhe dikush tjetër nëse sjell ty një informacion, çfarë do thoshi? Nuk do thoshi kush je ti? Mua s'më sjell asnjëri informacion atë çun. Ore në rregull me vetar me edhe një. Dgjoj. Kjo punë që bëj unë, kjo punë që bëj unë. Apo që kam bërë se tash se bëj më. Unë nga ana. Sa vite ke bërë? Shumë vite. Mbi një dekadë. Ti ishe për tjetër gjë në Itali? Çfarë punë bëje? Unë isha beja jetën time erdi çun private, në atë kohë punoja kamarier. Kamarier. Po bëj edhe këtë paralelisht, Po, e beja një në kaq kohë. Mund të ishe një agent, le të themi? Absolutisht jo. Jo? Jo. Jo, rëçne. Unë jam person i pavarur. Edhe atëherë pavarur i Gjithmonë. Gjithmonë i pavarur. Gjithmonë. S'ke qenë agent. Asnjëherë. As me CIA, as me FBI. Asnjëherë. Dhe nëse jam në këtë gjendje jam pikërisht për këtë arsye, që nuk jam. Po me kë bashkëpunosh? Edhe një herë ti çun nuk është nevoja të bashkëpunosh. Ja u kam shpjeguar policëve, po ta shpjegoj edhe ty. E zëm se e keni dëgjuar ju në lajmet, kur dalin zyrtarët e policisë, kur ndodh një ngjarje shumë e rëndë, e thonë, nëse keni ndonjë informacion
që na çon Po. të gjejmë se kush është autori i kësaj ngjarje, na e thoni dhe paguajmë kaq. Po. Kjo është puna Tek e ime. bërdi. Kjo kam Kjo bërë. ka qenë puna. Po, pra. Sa herë është përblyer pra, le ta nisim nga kjo. Sa herë është përblyer ose sa informacione ke dhënë ti? Shumë. Nuk mund ta them numrin, po të jeni të sigurt që këto para që shikoni këtu janë pikërisht rezultati i asaj pune. Ato vijnë për një informacion të vetëm apo për një grup informacionesh. Vijnë për një copës të një informacioni apo për një informacion të tërësi. Dhe që për ata që kuptojnë këtë lloj zanati që unë s'duhet ja thosha, po jam i detyruar ta them, që njerëzit ta Po që kuptojnë. ti jemi edhe më Që të më kuptojnë mua, se ndryshe sarin do të gjetë. se për hir të atyre që na kanë ndjekur se u Shërbimet- bë gati një vit që ne jemi çdo javë në kanalin PIS. Shërbimet e inteligjencës, qoftë edhe ato të policisë, qoftë edhe një agenti që ka një informator fare normal, ai e paguan dhe është interesuar që të mos dihet që është ai që po e paguan. Domethënë, nëse Sa më sekret. po pra, nëse informatori merret vesh se po merr para nga policia, ai s'ka me sukses dhe rrezikon dhe jetën. Ashtu. Dhe këta zotrinj e prokurorisë që kanë të tëra provat që vërtetojnë se unë kam pasur dhënë këto informacione në këta njerëz. Dhe Më shumë ke shërbyer Angel apo nuk kam shërbyer askujt unë çun. jo, për të mirën e Po pra, e komunitetit, domethënë, them, kur kam përgjithshme. pasur mundësi, kam Për shembull, si shërbyer rasti dhe kësaj kaq. që ju keni dhënë informacion që të ndodhi kjo Kaq. gjëja për shembull. Domethënë, historia ka filluar me kontaktin e parë nga ana ime me ambasadën franceze në Rom. Po. Dhe personi që unë kam kontaktuar atje ka qenë atasheu i ambasadës franceze në Rom, i quajtur José Fabiani. Po. José Që Fa- ka pak më parë si Po, lapsus pra. që ishte pasuar José Fabiani është divizioner, është komiser divizioner. Domethënë është një nga gradët më të larta të policisë franceze. Dakor? Për Dhe çfarë në atë keni kohë- kontaktuar? Pikërisht për këtë pra, i kam dhënë informacione në lidhje me antiterrorin. Po. Dhe zotëria, sa për dijeni, unë nuk vajta te francezët. I vajta te francezët me qëllim që të më kontaktonin me amerikanët. Pse? Sepse unë e dinja që grupi që presupozoi mbështetës të terrorizmit dhe njerëz shumë agresiv, më dyshonin mua që mund të kisha lidhje me amerikanët. E kupton? Domethënë unë për t'ju zhdukur atyre idenë që unë mund të kem Shkove tek lidhje ata. me amerikanët, shkova te francezët, bile atyre ju kisha thënë që unë kam lindur në Francë. Jam rritur 15 vjeç, kam qenë atje se baba im ka qenë ambasador në Francë. E kupton? Domethënë ishte një gënjeshtër momenti që edhe po të thonin Që të ata që futesha, afoti që kot të futesha, kishte po. një gjë. E kupton? Gënjeshtër e bardhë, le të them. Gënjeshtër e bardhë. Dhe zotëria më ka thënë, kam ardhur me urdhër të ambasadorit, më thuaj çfarë ke për ne. Po. E kupton? Dhe unë i them, këtu. Jo, dhe më tha mua, para se të më thuash, qa do prej nesh? Dëgjoj mirë. Dhe unë nuk i kërkova para, megjithëse e dinja që këto shërbime nga amerikanët paguheshin me një mal me para. Dakor? Po unë i thash, unë dua që të jetoj qetë në një vend evropian, me letra, do më thënë legalisht, dhe të mos ngacmohem si që kanë punë dhenë si zakon që ju teket atyre hiqe këte se marin tjetër. E kupton? Do më thënë me një punë të sigurt. Kaq është minimaleve, do më thënë është kërkesë zero, praktikisht. Dhe bile, kjo kërkesë dhe ky fakt ka ndodhur 2-3 muaj para se në Itali të bëj sanatoria, ku përfituan qindra mijëra njerëz. Vetëm mos përfitova. Që ishin detyrë të ma jepnin. Tani, informacioni ja dhe atyre. Sigurisht pra ja Ja dhe. dhe. Po pra, dhe informacioni që unë kam dhënë në datën 9 maj të 2002-shit është zbardhur 23 vite. 23 vjet. Është zbardhur brenda muajt maj dhe 2 ditë pasi është zbardhur që e kanë dhënë dhe mediat me lajme shumë të shkurtra, në Rom ka ardhur Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy në atë kohë sapo ishte emëruar, do më kishte nga një muaj a dy që ishte emëruar ministri i brendshëm. Dhe zotria ka ardhur këtu që t'ju themi edhe këtë. Para se dinte Nicolas Sarkozy, do më thënë disa ditë pasi unë fola me këtë atasheun francez të policisë,
gjasme u takuam si padashi në rrugë. Domethënë unë shkoja në vendin tim, ai me sa duket e dinte, kishte marrë informata. S'kishe ti informacion, nuk është se shkove ti edhe... Jo. Ishte ai dhe... Doli ai si padashi në një rrugë aty të Romës, edhe më tha mua pa merak, tha se tani jemi bashk. Çdo thotë jemi bashk. Po ja më tha mua jemi bashk. Duke në vend kuptojnë që ne ti tani punon për ne. Je joni. Jo, që në Qa thuar shumë? Jo, i thash unë nuk punoj për ty, unë i thash. Unë jam unë, ti e ti. Unë të kam dhenë atë që ti kishe nevoj, ti më jep atë që më premtove, dhe ne nuk jemi më bashk. Jena pa? Ja, nëse shifemi mbase, po s'do thot që do shifemi. E kupton? Dhe kjo ati i rasi gur në kokë, sepse ai nuk e imagjinon të dot që një shqiptar, një njeri nga bote tretë, e kupton ti? Mund të vinte ti thoshte atij që unë më fal për shprehjen nuk dua të di për ty. Dhe ai zotëri e kanë lajmëruar Nicolas Sarkozyn, sepse e kishte edhe detyrë. Sa për të jeni atasheu i policisë është 2 fish në vartësi. Në vartësi të ambasadorit dhe në vartësi të kreut të policisë apo të ministrit brendshëm. Varet si është ajo. Tani, shikoni këtu se ky është një tjetër kërkesë përpara që i drejtohet Prokurorisë së Tiranës për një informacion që ka marrë Prokuroria e Tiranës në lidhje me sigurinë kombëtare. Kjo nuk është shaka. Nuk është nga ato informacionet idiote, ai piu kafe, ai vodhi 2 lekë. Po kjo për çfarë, cilin vit bëhet fjalë? Ky informacion i është dhënë prokurorisë në datën 9 qershor të 2016-s dhe ajo që pat ju, ajo tentativa për të më vrarë mua, për të më elmuar, është bërë 3 muaj më vonë. Për çfarë bëhet fjalë e një? Atëre, kjo bëhet fjalë për një tjetër aparat IMSI Catcher, që ishte akoma në qarkullim, ndërkohë që Prokuroria e Tiranës kishte marrë në masa kundër krerëve të policisë shtetit. Tani, logjika është kjo. Prokuroria e Tiranës bie në një informacion që këtu ka hyrë një pajisje që intercepton, që përgjon e tjera dhe përbën rrezik për sigurinë kombëtare. Dhe merr në përgjegjësi penale drejtorin e forcave operacionale, drejtorin e IT-s dhe kërkon masë edhe për drejtorin e përgjithshëm të policisë shtetit. Domethënë, imagjinohet sa rëndësi ka dhënë prokuroria këtij informacioni. Tani, 3 muaj më vonë, unë jap këtë informacion prokurorisë dhe i them që një tjetër, domethënë kjo lloj veprimtarie vazhdon dhe një tjetër aparat është prezent këtu. Dhe zoti Vishoja Azilika në dijenin time të bërë nga media me dijeni, po të nesërmen, ka konstatuar se kanë kreu zonat, kanë skanuar, kanë aparaturat që krejnë zonë. Dhe ka konstatuar që kjo që kam thënë unë është e vërtet. Unë nuk kërkova para sa për dijeni, po i kam kërkuar Petrit Fushës, se ja kam dhënë në dorë informacionin Petrit Fushës. Ja kam thënë me gojë dhe i më thamë më bëj me shkrim. Ja kam bërë me shkrim dhe Petrit Fusha e ka marrë të protokolluar si që kam dhënë unë dhe e ka quar në prokurorinë e përgjithshme ku Adriatik Llalla, prokurori i përgjithshëm, ka marrë në telefon. Ka marrë në telefon Vishoja Azilikën dhe Vishoja Azilika, sa për dijeni, Vishoja Azilika ka bërë punën, si që ka institucioni. Kjo është me numër protokolli, sa për dijeni. Këto janë fotokopje, si do që tjetë keni me numër protokolli. Dhe unë nuk i kam kërkuar zotëris para në atë kohë, i kam kërkuar parat e mia. Nuk dhe parat që vinin nga, që ishin tashmë në banka. E kupton? Që është ai vendimi formës prerë. Dhe prokuroria, që ben? Nuk pranon të më paguaj, po kërkon të më dhunoj dhe të më asgjësoj praktikisht juridikisht. E kupton? Dhe që ben policia? Thyen bravat e derës time. I thyen bravat policia. Dërgojnë policë, i blokojnë me ngjitës, pastaj me pretendimi se duan të hapin, thyen bravat që shtëpiat mbetet hapur dhe të zhdukit të gjithë dokumentacionin. Nuk ben vetëm kaq policia, po kur unë i kërkoj parat, me që ata nuk ishin ndërmend të më paguanin ato që ishin të mijat, atëre unë i thash, atëre do më paguani këtë shërbim. Dhe ndërkohë që
kërkoni me çdo kusht të më zhduknin. Mua shiko ç'a thot Elisabeta Imeraj. Unë ta dërgoj ta dëgjosh këtë. Kjo është transkriptimi i bisedës time 1 minutë 17 sekonda me Elisabeta Imerajn. Dhe unë do t'ju tregoj 2 fjalë. Po. Biseda është audio, është e 14/7/2020 në orën 09:11 minuta dhe prokuroria thot, midis të tjera, thot prokuroria, e kam shënuar kështu unë, që i them unë, shefe, po më jep një dorë të vogël këtu nga pjesa jote, pastaj e zgjidhim, domethënë ca para nga fondi yt. Dhe sa për dijeni, prokuroria ka fond për ekspertët. Po. Dhe prokuroria ishte e detyruar të më merrte mua në mbrojtje, jo të më linte të më shikonte të lypja unë. E kupton? Domethënë prokuroria ka fonde që mund të thoshte, kaq para do t'i japim Angjelit sot, derisa të zgjidhim të tjerat. Po prokuroria shoh çfarë më thot. Po nuk ka prokuroria fond për informatorët. Nuk kam, se po të kisha, e kishim zgjidhur ne atë. Nuk kishim nevojë që të thoshim të tjerëve, dhe të tjerët në rastin konkret janë policia. Po. Ashtu. Domethënë, kjo zonja vetë pranon që unë duhet të marr para dhe vartësi i saj ngre policin kundër meje dhe më merr zvar edhe kërkon që të më asgjësoj juridikisht me pretendimin se unë nuk kam në rregull nga trut. Dhe ky është, që mund ta them me plot gojë, njeriu më i poshtër i prokurorisë së shtetit shqiptar, Gjergj Tako. Dhe Gjergj Tako përveç kësaj nuk e ka të drejtën të përgjigjet, sa për dijeni, sepse Gjergj Tako ishte përgjigjur një herë. Gjergj Tako ishte përgjigjur një herë dhe nuk mund të përgjigjej me, po Gjergj Tako me poshtërsi ç'a bën? I thot Elisabetës që do ta marrun këtë dosje, që të nxjerrim, më të plotësojmë dokumentacionin dhe të çojmë institucionit për kallës të pagoj parat. Dhe në vend që të bënte atë, bënte të kundërtën. E bëri qëllimisht për të përfituar vetë. E kupton? Tani, me që unë gjasme jam ai që jam, unë po ju tregoj një tjetër dokument. Shikoj këtu. Kjo është një letër që vjen nga Bashkimi Evropian, nga Ambasada Europiane këtu në Shqipëri, siç e njihni juve. Dhe kjo letër është e datës 20/4/2022, para 3 vjetësh. Po. Dhe është pasi Gjergj Tako më ka dhunuar dhe ka kërkuar të më asgjësoj juridikisht. E kupton? Dhe thot, i dashur Angjel, se po e them në shqipur, nuk kam nevojë ta lexoj në anglisht, dhe Bashkimi Evropian i vë një rëndësi shumë të madhe forcimit të ligjit. Po. E kupton? Gjithashtu për mbrojtjen e pronës dhe të drejtave të njeriut. E kupton? Por thot, pastaj ne nuk kemi autoritet, po të falenderojmë që bën këto dhe të inkurajojmë të vazhdosh. Pasi kontaktuat ju apo? E kontaktuat ju por reagon vetë. 360 faqe kanë marrë këta për gjithë poshtërsitë që kanë bërë prokurorë. Ja ke çuar ti. Por, kush e disa emailë kanë marrë edhe nga unë. Po të mos mjaftohemi me kaq. Gjë, po sa lekë marr nga këta deri tani për këtë punë që ke bërë për 23 vite? E do me tonat apo me të atyret? Me tonat, me ata që kuptojnë. Si e ke fjalën ti pyetin? Për gjithë të shërbim që ke ofruar shtetit shqiptar. Më shteti shqiptar as e kokërleku. Zero. Më ka një borxh që ju as mund ta imagjinoni dot. Po vetëm ato 2 kërkesa që i kanë bërë shteti shqiptar janë 180.000 euro, që shteti shqiptar nuk pranon t'i paguajë. Dhe më gënjen çdo ditë. Edhe pse i kam me të tëra edhe me foto. Me emra, me mësetash. Po nga në shtetet tjera në Francë, për shembull, se... Atëre, pagesat e mia kanë filluar që në korrik të 2000, domethënë 2 muaj pasi kam qenë në takim me zotin Joseph Fabianin, të ambasadë franceze, dhe pagesat ka qenë me disa miliona dollarësh. Ki marrë miliona dollarë? Unë s'kam marrë as i kokër leku vetë. Unë vetë.
Kanë bërë pagesa ato, po Janë bërë pagesa, po Në asnjë emrin s'kan tënd, ku kanë? në emrin tim dhe s'kan përfunduar asnjë në dorën time. po ku kanë përfunduar? Atëre, italianët i fshinin këto para dhe francezët së bashku i fshinin këto para me qëllim që të më detyronin mua, loja e parë ishte ajo që të më detyronin mua të vihesha në shërbim të tyre. Me që unë spranoja, ata vazhdonin që të shtrëngonin lapsin, nga ana tjetër më tregonin mua që shiko, pagesat ja ku janë. I firmën këtej puno për ne edhe ke këtej një marrë me para. Për çfarë të paguan ty francezët? Për informacione në lidhje me antiterrorin. Për sa vitesh ke bashkëpunuar me ta? Tashti unë me francezët unë nuk bashkëpunova, pas kësaj nuk punova me. Nuk punova. Jo. Sa ka zgjat ajo? Shumë pak. Shumë Domethënë, efekti mund të ketë qenë ta them ato që thash sot, normalisht duhet ishin paguar brenda muajit maksimumi deri në 6 Sa muaj i ka shërbyer shtetit francez kjo gjë që ke bërë ti, kontributi yt? në mënyrë të jashtëzakonshme. Të jashtëzakonshme. Në mënyrë të jashtëzakonshme. Ato i kanë vlerësuar këtë duke të paguar. Po jo vetëm duke më paguar, po duke bërë oferta nga më fantastike. Po natyrisht jo Dhe ti legalisht. s'ke marrë asnjë kokër lekë. Asnjë kokër leku deri tani. Tani, këtu unë do t'ju jap një numër tjetër, po ju do më falni që unë nuk ja u tregoj dot atë, sepse numri që kam nënvizuar këtu, nuk është gjë tjetër veçse numri i ambasadës amerikane në Rom, dhe jo vetëm numri i ambasadës, por numri brendshëm i ambasadës amerikane. Do të thonë një numër që nuk e gjen askund në publik. Po çfarë do thotë kjo? Dhe këtu është bërë një telefonat, lexoje këtu sa sekonda, se kështu i shpreh tabulati. Kujon, 1400 1462 sekonda, do të thonë 24 minuta e 32 sekonda. Ti më gjen një njeri në botë, një budalla në botë, që t'jetë qofte edhe polici me idiot që ri 25 minuta duke folur me një njeri që se një fare. Dhe që ja fut kot, ben llogje pazari, llogje futbolli apo flet për brekt e femrave. E mendon ti që njeri i shërbimit sekret... Ke fol për Big Brother ndoshta, se s'ka. Për çka ke fol? Çka ke foliste? Dhe këto sa për t'jeni janë dokumenta, akte që i kanë shkuar prokurorisë. E kuptoni juve? Dhe këtu sipër, ky emaili, shikoni që vjen nga Donald Trump, që unë ja fus kot, thot ti je super patriot, thot ai në përgjigjen time, sepse emailin e parë ka dërguar Lara Trump, domethënë nuse djalit, që është një nga një personat më të rëndësishëm në Partinë Republikane. Ka qenë pak kohë edhe chairman, domethënë kryetare e partisë. Dhe zonja, shikoni këtu, më dërgoni emailin e parë, ku bën dhe ftesë që ti jem në Amerikë, dhe unë i them, moj, ti... Moj e drejtuar asaj moj? Moj i them unë asaj. Si e? Dgjoj. Pasi në kështu. Tani, ti që po më drejtohesh mua me këto fjalë, a e diti që mua më trajtojnë si njeri të rrezikshëm? Troç. Dhe pasi i them këtë unë, të nesme vjen mesazhi ti je super patriot. Tani, këto emaile janë dhënë ambasadës amerikane, janë dhënë prokurorisë. Tani, më së paku prokuroria duhet të thotë, ora Angel, këta të kanë gënjur, Lara Trump nuk është Lara Trump, po është Afizeja, po ne apo Qershia. Ne kemi cekur edhe para 2-3 episodesh, kemi thënë, kemi bërë thirrjen që ore përgjigju erdhi çon. Ambasada që ta vërtetojë dhe kush. Ore përgjigju. Është apo s'është? Janë vetë ata apo është dikush tjetër që luan me këtë gjë? Po pra, dhe ambasada nuk përgjigjet, se ambasada. Mos është po dorë shqiptare Shengjill apo? Jo, është ambasada që i bën këtu. Ambasada i bën këtu. Po pse ambasada? Se ka vjedhur ambasada. Edhe ambasada amerikane? Po, ambasada ka vjedhur shumë se të tjerët. Dhe që ta kuptoni ju që ambasada kush ka vjedhur tjetër nga këto. Dhe që ta kuptoni ju që ka vjedhur ambasada, dëgjoni këtu. Kjo është një ftesë, dëgjoni këtu, nuk është me emrin tim, është me një emër tjetër, me një emër me një amerikani, është për vjetorin e festës së Republikës Amerikane, në Korik, kjo mban datën 30 qershor, në datën 4 Korik është festa kombëtare amerikane, dhe unë kam shtruar pyetjen këtu, si ndodhet në duart e Angel Lukës kjo ftesë? Si erdhi në duart tua? Dhe pikërisht
Shpëtim Kurti, ish zëvendës drejtori prokurorisë, ka marrë një kërkesë konfidenciale ku i kërkohen 850 milion euro apo 1 miliard prit të mbaroj 1 miliard e 100 milion dollar, që janë pikërisht ato që vodhi Rezar Taçi, apo më saktë që i vodhën të tjerët dhe ja dhanë në dorë Rezar Taçi. Kush tjerë? Të tjerët. I kemi thënë, hapni episodet e tjera, i keni ti kështu. Të tjerët. I keni Tani, janë me letrat kopsitura, ky njeri ka kaluar, jo me ditë, po sekond duke dhënë rëndësinë e duhur të gjitha këtyre gjërave që i ka ndodhur. Ky këtu është kallëzimi penal për vrasje, mbetur tentativa, ajo që folëm pak më përpara. Dhe janë përmendur emra, dëgjoni një çik. Erisa Petro është pikërisht farmaciste që më dha mua, e Flori Pharma. Romeo Zegali, i dyshuar punonjës i Shikut, apo bashkëpunëtori tyre, që është personi që ka urdhëruar dhe që ka nxitur. Virson Yzedin Çobani është sekseri i kryeprokurorit të prokurorisë Tiranës, ish kryeprokurori Petrit Fusha, i cili ka vajtur në komisariatin nr. 2 dhe i ka kërkuar oficerit të rojes së komisariatit nr. 2 në Bisula që të zhdukin të gjitha teshat e mia ku dyshonin se mund të kisha provën atë që të tregova aty në foto. Kupton? Dhe prokuroria nuk bëri absolutisht asnjë. Oficeri i policisë gjyqësore mori kallëzimin tim dhe të nesërmen prokuroria ja hoqi dosjen. Kush është prokuroria? Prokuroria është Elina Kombi, që është përjashtuar nga vettingu sepse midis të tjerave ka në pronë një hotel në Pogradec. Hotel. Mos qeshti. Jo më jo, puno. Sa njerëz kanë përfituar në emrin tënd më një. Miliarda. Miliarda, a? Ca nga të mijat, ca nga të shtetit. Ku nuk mjaftonin të mijat, i paguanin me parat e shtetit. Dakord? Tani, vetëm ti kalojmë pak shpejt tani, se na ikën shumë kohë edhe na thë disa nga ato gjëra pikante, këto emra dhe ato që po shkojnë sot në prokurorinë e Spagut. Janë disa emra që lakohen, Erion Velia që është atje, personazhe të tjerë. Dgjoj, më i fundit fare që ndaj të cilit prokuroria ka marrë një mas, jo akoma gjykata, duhet të marrë dhe gjykata patjetër, është Florian Sulejmani, drejtori i AMP-s, drejtori i përgjithshëm i AMP-s. E keni parë besoj në lajmet. Tani, Florian Sulejmani është njeri prej atyre shumëve që unë kam kallëzuar. Dhe mund të siguroj që asnjëri prej atyre që kam kallëzuar unë nuk do të shpëtoj pa u ndëshkuar. Pavarësisht se gjykata dhe prokuroria nuk do të thonë që për fajin që i ke bërë Angjel Lukës, nuk do ta thonë kurrë. Po ata do të dënohen se s'bën. E beson? 100%. Dhe ka fakte. Arben Ahmetaj, Rezar Taçi, e më thetë qa janë këta, po Edi Rama, po Belinda Balluku, janë të tërë ata, Ilir Meta, ku të gjemë, të tërë në rjesht janë ata. Pse do të hajë dhe këto, Edi Rama, Belinda Balluku, këto? Pse ke dyshimti, tani. E ka bo shtetin një shvetë. Tani, kjo shkresa këtu, kjo shkresa këtu, është një kërkesë që drejtohet drejtuesit prokurorisë Tiranës, ku unë i them që prokurori dhe kancelaria duhet japin urdhër punojësve të informacionit, do të thënë ata që bëjnë hyrje daljet e njerëzve, që në bazë të asaj që pat në fillim fare, do të thënë të drejtës kushtetuese për të qenë i vetë përfaqësuar, ta mbajnë derën hapur për mua sa herë që unë kam një arsye për të qenë dhe për të kontrolluar aktet. Tani, to janë vetëm dosje që ke? Jo, dëgjoni këtu tash. I shikoni këtu? Po i lë këtu mbërdhetun? Nëse i shikoni dot, si shikoni dot, po i lë këtu, mbi tavolinë, si çishim. Po i lë mbi tavolinë këtu. Atje në shtëpi un kam një denk, si këto që shikoni këtu, sa që është tavolina në kem. Domethënë, po. Nga tavolina? Sa që është tavolina në kem, kaq është dengu i letrave që kam unë. Edhe i dini përmend gjithë në detaj me data, me emra. Të tëra, po janë të mia deri të çun. Nuk më ka thënë Altini mua këtë. Nuk i kam marrë nga informatorët, unë janë të mijat. Janë shkruar nga unë. Po pse bën këtë gjë? Po çfarë bën? Sepse unë do fitoj dhe unë kam refuzuar të vijem në urdhrat të tjerëve, kam sakrifikuar deri dhe fëmijët e mi,
kanë sakrifikuar jetën time që kurse si një njeri të dhunoj njerëzit në mënyrë kaq të poshtër e kaq të pabes. Se s'të beson asnjë ty. Ku ti plasi? Ti je i sigurt se do më besojnë. Sepse shqiptarët i besojnë paras. Sa kohë që nuk shikojnë para në dorë, shqiptarët thonë mos e afut kot. Po ama paraja është aty, ka një vendim të formës për që do ekzekutohet se s'bën. Sa për dijeni Leonard Filopati që ka vendimin në dorë, ditët e fundit, do të thënë jo më larg se dje, i ka thënë shefes së tij që ne i kemi dërguar detyrat në polici, po policia që bën transferime policës dhe prandaj nuk kanë bërë veprimet. Të dyja palë gënjejnë, sepse unë shkoj në polici dhe polici më thotë, jo, po ti ke marrë përgjigje, ta kemi dërguar në prokurori. Të tërë gënjejnë. Të tërë gënjejnë sepse kush gënjen më shumë dhe do vim tek aja, është Edi Rama. Po, pra të e shohin publikisht, po, pra, të knaqemi me gënjeshtër e tij. Po pra, Edi Rama dhe para Edi Ramës Ilir Meta dhe para Ilir Metës Sali Berisha. Të tërë këta persona janë kontaktuar dhe janë pajtuar nga francezët, nga italianët, nga amerikanët dhe nga të tjerë, që kjo çështje të mos bardhet kurse si. Pse? Sepse përbën tradhti. Tradhti në emër të njerëzimit. Tradhti në emër të vendeve të tyre. Dhe ju mos e kujtoni shaka që Europa sot është në ditën e saj më të përvuajtur. Doni apo s'doni ta pranoni ju, unë kam 15 vjet që e them, që po shkoni drejt Greminës. Amerika është drejt Greminës, me një president më të keq se tjetrin. Po, si ka mundësi? Pikërisht pra kjo, nuk e kuptoni juve, sepse ata i kanë dhënë fund. Trumpi me idenë që do ishte Edhe një, nuk është çështja është Trumpi apo është Biden apo është dikush tjetër. Ata i kanë vënë shkazmën vlerave të tyre. Unë kam vite që ju them, duhet të respektoni se s'bën vlerat e tyre. Atyre në Amerikë. Të tërve, brenda, jashtë, në Amerikë, në Europë, italianëve, francezëve, të tërve, ju kam thënë, nuk mund të jetoni juve pa mbisundimin e ligjit, pa mbisundimin e transparencës së medias, pa respektuar të drejtat e njeriut, kur ju nuk më respektoni mua. Në asnjë vend botë nuk bëhet kjo, nuk zbatohet kjo. Në asnjë vend të Westit. Në asnjë vend të Westit, të Perëndimit. Domethënë Perëndimi deri tani ka qenë garant edhe për vendet e tjera ku kanë qenë diktatura më thash. Shumë njerëz që e shikoni se ishin të ndrydhur, të shtypur, të rrezikuar në vende të botës së tretë apo në vende diktatoriale të tjera, çfarë bënin? Kërkonin shpëtim në Europë e në Amerikë. Sot është krejt e kundërta. A merr kënaqësi nga kjo gjë që bën ai? Ju se keni idenë se çka kënaqësi është që të shikosh të tjerët se janë shumë herë më poshtë se ty. Në gjithçka. Në shkuptim e thuat. Po ajo që njerëzit klasikisht, do të thënë historikisht kanë respektuar, ka qenë një njeri i ndershëm, një njeri që punon dhe për të tjerë, e kupton, që sakrifikohet për të tjerë, një njeri guximtar, një njeri këmbgulës e të tjera. Ta i ke dëgjuar apo ti ka mësuar jeta vetë? Mi ka mësuar jeta mua dhe mi kam lexuar në të gjitha librat që kam lexuar, unë kam lexuar me dhjetra, me qindra romane. Po këta i kanë lexuar këto gjëra? Pyeti. Jo, si shet ti? A janë afër këtyre pikave? Tashti Edi Rama, që unë i referohem her pas here, edhe kur kanë gabime, edhe kur i kam kundërshtar, unë prapë ju referohem për ato që kanë të drejtë. Ka thënë që në Shqipëri janë 47% analfabet funksional. Pjesë më madhe ka ai në administratën e tij. Po pra, analfabet, ai ka zgjedhur Kastile për atë punë. Analfabet funksional do të thotë që ti lexon një letër, lexon një frazë, po ti nuk e di në fund të frazës se çka kuptimi ka. Apo ç'a vlerë ka akoma. Ajo është çik më larg. Çik më larg. Dhe Edi Rama i përzgjedh njerëzit jo nga aftësia për të lexuar drejt dhe sakt dhe për të kuptuar ato që. I pëlqen nga zëri ndoshta. Jo, thjesht për të bindur. Po thashën kështu bëj kështu. Kaq. Tani të gjitha këto unë do t'ju them atë që ta kuptoni dhe të luftoni për të drejtat tuaja, se unë për të tretën e rjesht i bëj një kallëzim penal
oficeri policisë gjyqësore Shpëtim Karakushi. Shpëtim Karakushi është personi që ka vajtur, ka bërë egzaminime, ka parë sistemin dhe ka konstatuar që kjo transfert $5.000, pavarësisht se vlera dollar s'ka rëndësi, kjo transfert ekziston. Një gjurmë. Gjurmë e plotër është gjurmë e sistemit të vetë kompanisë. Ashtu. Dhe zotëria, pasi konstaton që ato që kam thënë në kallëzimin tim janë njësoj si ajo që ai ka nxjerr, ç'a bën? Thotë që po Angel Luka nuk është në rregull në trut. Prandaj ne do ta marrim, do të pyesim në spital, në Ministrinë e Shëndetësisë, që a është ky në rregull apo jo. Dhe jo vetëm kaq. Edhe kur merr përgjigje që Angel Luka nuk është shtruar, nuk është kuruar, nuk është vizituar asnjëherë, ky prapë vazhdon insiston. Dhe unë ç'a bëj? I bëj një kallëzim. Mund të jetë njeriu që mund të jetë më në merak për ju. Atëre këti merakliu ti unë i bëj një kallëzim penal. Dëgjoj mirë. Kallëzimi penal i bëhet drejt në gjykatë, sepse unë e di që po t'i bëj një kallëzim penal në prokurori, prokurori do ta merrë në mbrojtje, siç kanë bërë gjithmonë dhe kanë bërë dhe aktualisht. Unë e bëj një gjykatë dhe gjykatësi e merr komplet dosjen, edhe pse gjykatësi ishte kundra meje. Dhe unë e kisha kërkuar gjykatësit që të përjashtoj. Megjithatë, në gjykatë vemi atje dhe zotëria pranon fajin. Është e pasqyruar në proces verbal që ai ka pranuar që ka bërë një gabim ndaj meje, faj ndaj meje, dhe ka pranuar dhe të paguajë gjobën. 15 milion lek dy ata, oficeri dhe psikologu. Por, pasi pranoj në gjykat, pa pikën e turpit dalin për jashtë drejtin gjuhën me njëherë. Prit. Dhe për 9 muaj rjesht, ata vazhdojnë të thonë që ne s'të paguajmë dot se s'kemi para, s'kemi kokën leku. Dakor, i them prokurorisë, drejtues dhe prokurorisë, mbajuni nga rroga. Jo po si detyrojmë dot se s'ka vendim detyrues. Dakor. Tani, përveç faktit që ky vendim është kundërshtuar nga ana ime sepse gjyqtarit i kam kërkuar që të shprehet në vendim. Do të thënë që vendimi ishte i detyrueshëm. E kupton? Atëre gjyqtari tha po jo, tha ju jeni bashkë, tha jeni marrë vesh, jeni pajtuar, do të thënë që ata e kanë pranuar këtu edhe ikni, zgjidheni vetë. Megjithatë, siç të thash, në proces verbal është shkruar që ai është pranuar faji. Është pranuar dhe dispozita për të paguar gjobën. Tani, Shpëtim Karakushi nuk pranon dhe pasi unë i paralajmëroj disa herë i them do të bëj kallëzim për mashtrim. Dhe i bëj kallëzim për mashtrim. Dëgjoj tutje. Me një marrë me prova në dorë që i jap prokurorit, Dritan Nushi, dëgjoj mirë. Dritan Nushi pa një të marrë provat e mia, paf e mbyll. Nuk ka procedim penal për Shpëtim Karakushin. Dhe jo vetëm kaq, por Shpëtim Karakushi ka dredhur përsëri gjuhën. Do të thënë atë që e ka pranuar në gjykatë ka kundërshtuar vet. Tani që u zumat. Dhe unë tani i bëj Shpëtim Karakushi një tjetër kallëzim, që në gjuhën e ligjit quhet përshkallëzim fajësie. Dhe përshkallëzim fajësie për ata që nuk e kuptojnë, do t'ja u them me dy fjalë të thjeshta unë që e kanë historikisht në historinë moderne të shqiptarëve dhe të drejtësisë shqiptare. E mbani mend që Sali Berisha mori një vendim që duhet paraqitej në prokurori te oficeri policisë gjyqësore dhe nuk shkoi. Ç'a ndodhi? Ne kemi marrë në shkurtër. E morën në rasën në shtëpi. Do ta rasnin burgat apo se rasën në burg e rasën në shtëpi. Gjona të vogla. Do të thënë, nëse Sali Berisha do ishte 40, 50 vjeç apo 60 vjeç, do plasin në burg. Po ata thanë, atë tha, po e lëm në shtëpi. Nuk ka rëndësi këtu e ka bërë fajin Sali Berisha ato të tjerat apo jo. Po fakti që ai kundërshtoi policinë, dredhoi, do të thotë detyrimin që kishte ndaj ligjin, ata morën një mas më të rëndë. Këtë duhet të bënte prokurori, po prokurori nuk e bëri. Pse? Sepse prokurori është pikërisht prokurori që ka marrë në mbrojtje siç e peti Xhevair Bilajn, oficerin e policisë. Prokurori sa Berisha. Prit, natyrisht. Ka marrë në mbrojtje oficerin e policisë gjyqësore, shefin e sektorit, për zhdukje të kallëzimit, me shpërdorim detyre, që një goxha burg të madh, jo më pak se 5 vjet. Dhe gjithashtu punëdhënësin, e kupton? Dhe të dyja bashkë, këto të dyja i zhduku Dritan Nushi në 2019, në janar shkur 2019. Po përveç kësaj, në po të njëjtën kohë, Dritan Nushi ka marrë në mbrojtje Fatmir Xhafën dhe Arben Ametajn. E kupton?
e ka marrë kallëzimin në 27 dhjetor, dëgjoj mirë, dhe me t'i dalë rakia në datën 3 janar, ka shkruar vendimin, mos fillimetimi. Angel, 23 vite, a bën diçka tjetër, shef në film, lexon një libër? Të tëra. Apo jeton vetëm në këtë botën e këtyre njerëzve? Po të tëra, çfarë flisni? Sa i vështirë mund të jetë jeta? Si mund të jetë jeta e një njeriu që është marrë 23 vite vetëm Atëherë, për të kërkuar drejtën? Dëgjoj këtu, unë ta kam thënë një herë, po ndoshta ti se ke marrë seriozisht, që asnjëri në botë nuk e bën dot këtë që bëj unë. Asnjëri. Nuk ka një dytë? Jo, Nuk ka. Nuk ka. Ti më bëni një pyetje më përpara që unë s'u përgjigja. Po më sa pyetje si e Jo, përgjigje unë? atë pyetjen, atë pyetjen që si e bën ti këtë. Dakor? A më bëre pyetjen? Dhe unë të dhash një kundër përgjigje. Përgjigje se ato. Ashtu. Por unë do të them që atë që kam bërë unë, asnjë njeri nuk e bën dot. As nuk e ka bërë. As nuk e njohin. Dhe nëse insistojnë që mua të më detyrojnë me çdo kusht që të vijem në shërbim të tyre, ishte pikërisht kjo, sepse ata donin të dinin se si unë i bëja këtë. Mund të themi ne që ka kaluar një nivel vetpëlqimi? Nuk ka fare nivel vetpëlqimi, këto janë gjëra të dokumentuara, çfarë vetpëlqimi. E qartë, po kur thua që i vetmi që lufton këtë gjë. Po gjeti një tjetër, po ma gjetet një tjetër, unë tham. Jo që luftoj, jo, dal, mos i ngatroj gjërat. Unë nuk po them që jam i vetmi që luftoj, i vetmi që jap informacione tjera. Po që i shkon përballë kaq shumë. Jam i vetmi që bëj këtë në mënyrë të pavarur dhe pa mjete. Unë s'kam makinë, unë s'kam për një kohë gjatë s'kam pasur telefon, unë s'kam pasur televizor, unë kam jetuar jashtë. Pa. E kupton ti? Dhe hapi fundit Angel, ç'a do bësh tani? Ku je tani? Ç'a po ndodh tani për ta mbyll tani? Do bëhem kryeministër, po do bësh kryeministër? Me dy mendja. Aha, do bësh kryeministër? Jo, më qesh direkt këtyra se njerëz si ti duan dëgjoni këtu, unë kam thënë që ndoshta njerëz mund ta marrin se duke njohur natyrën time që ngacmoi bësh shaka herë pas here. Atëre unë kam qenë gjithmonë pas teje me ato si çka ke thënë, që në fillimet kur gjithë tjerët kanë ndyshuar, po s'është nevoja për ta thënë këtë. Atëre. Por pse jo, dishte shumë mirë, nuk e ke menduar që asnjëherë. Dgjoj, në inboxin tim ka pasur plot komplimenta të këtij niveli, sidomos kur kanë filluar të shkojnë ato videot e para edhe me ty e tjera. Dhe kanë thënë aty, jo kryeministri ardhshëm, jo ministri, jo andej po këtej. Tani unë po të kisha minimumin e dëshirës për të bërë karrierë, gjë e parë që do bëja është që nuk do kundërshtonja francezët, italianët e ndonjë tjetër. Kaq e thjeshtë është. Për te pjesë kësaj që edhe hodhe me shaka dhe tjetra e hodhe me shaka. Çfarë hapi tjetër me këtë se çka po bën? Nëse është e domosdoshme që rruga ime për të bërë drejtësi, për të marrë drejtësi dhe për të mos lejuar këtë lloj vandalizmi juridik që ka në Shqipëri dhe vandalizmi institucional, nëse unë do të jemi detyruar të eth hapa të tjera përveç faktit që të marr drejtësi për vete, do ta bëj. Nuk e kam as pak dëshirë. Pra nëse ta kërkon gjithë ky rrugtim pra do ta bësh. Por për vendin jo, nuk është se mendon për mua për Altimin për tjetër. Unë nuk e kam menduar kur për veten time, nuk më intereson fare. Nëse ta zëm, duhet të kuptoni këtë që nëse marr këto para, unë s'kam nevojë për asnjë gjë. A kemi nuna një herë që thosh do ta lej këtë se çaj do të bëj deri tani? Në asnjë mënyrë dyçun. Po jo, asnjë bëhet fjalë fare. Fare asnjëherë. Po fare asnjëherë. 15 vite të shkuara takoj një çunin e lagjes time që jemi shumë të afërt, domethënë ke parasysh fëminia jon ka qenë e tillë që ne gati e trajtonim njëri tjetrin si vëllezër. Sidomos pas kaq kohësh që kemi shumë mall për njëri tjetrin. Dhe më ka thënë ai mua, po ti shikon në një çik rrugë në fund të dritë në fund të tunelit. Që është prej e fashme. I kam thënë unë nuk shikoj dritë. Unë kam një diell që mbi 4 milion watt që ndrin në rrugën time. Domethënë unë e di të sigurt atë që bëj. Çdo hapi im nuk është hap në errësirë, po është hap në dritë të plot. Mos dosh ti flet gjuhë tuaj Angel se të kuptojnë. Tash unë gjuhë tuaj flas. Po me shqiptar gjuhë tuaj që ndoshta që nuk flitet në asnjë vend tjetër. Gjuhë tuaj për gjithë gjuhët e huaja. Që e flet vetë ti. Si shkon prokuroria. Kjo pyetje është e vërtetë. Kjo pyetje duhet marr shumë seriozisht. Unë flas disa gjuhë tuaja, po di edhe një gjuhë që se di as. Që se di as kush. Angel, unë të falenderoj shumë dhe unë të falenderoj të kam mbështetë dhe të kam dëgjoni qytetarë të nderuar. Kuptoni një gjë.
mbase ju të tërë kujtoni që unë tani po bëj një luftë dhe po ju them të gjitha këto për të fituar unë. Sigurisht që unë dua që të fitoj unë. Por mos harroni një gjë që fut në këtë luftë janë përfshirë institucionet. Institucionet janë ju pjesë, jemi edhe ne pjesë e këtyre institucioneve që janë vendit tonë. Dhe institucionet do të thotë që nëse institucionet gabojnë qëllimisht, përdjekin, mashtrojnë, falsifikojnë, tentojnë të vrasin e tjera, atëre ju të tërë jeni të interesuar dhe jeni të rrezikuar. Keni parasysh një gjë, lufta ime tani është drejtuar institucioneve dhe nëse institucionet zbatojnë ligjin, është në interes të të gjithëve. Nëse institucionet, policia, prokuroria, gjykatat, mediat, institucionet qendrore, kryeministria, presidenca e tjera, janë kundra ligjit, kundra kushtetutës, këta nuk e bëjnë vetëm kundra një lukës. Janë kundër nesh. Janë kundër jush, të gjithëve. Prandaj, nëse fitoj unë, nëse kontribuoni që unë të fitoj, nëse në çdo lloj forme, edhe financiarisht, shikoni, Donald Trump atje ka 7 miliard të vetat, ka 417 Elon Muskut, edhe prap çdo ditë bën nga një fushat për të mbledhur para. Tani, sepse ai do të mbajt pushtetin. Tash si doni ta merrni ju pushtetin e drejtësisë? Edhe pushteti pa para nuk quhet pushtet. Nuk ekziston. Ata pse mi kanë hequr parat mua? Që të më heqin çdo lloj pushteti, me shpresë që do të më heqin mua çdo lloj pushteti. Po pse bashkëpunon si dalin prapë tani fillim? Pse s'bashkëpunon vetëm një formë ti që ti marrësh atë pjesën fat ti kthehesh pastaj. Bësh një lloj. Shiko. Dëgjoj këtu. Tregosh pak tinzar. Dëgjoj këtu. Për shumë vite me radhë ata e tentuan këtë formë. Por e tentuan gjithmonë atë formë që unë... Apo ke se do ta keq përdorin pastaj nesër. Pikërisht. Ata donin një formë pajtimi, një formë marrëdhënie, një pakt i cili ata t'i nxirrte gjithmonë, si thua, jo fajtor, dhe mua në çdo moment ata mund të më dëmtonin, e mund të më zhduknin. Je tregu i zjuar. Të kam thënë 100 herë që një tjetër kurse si, ju nuk do të dëgjoni kurse si njëri tjetër në pozicionin tim, në këtë lloj konflikti e tjera, kur në kurës. Një aset i çmuar për kanalin Pisk, miq, Engjëll Luga, profesor Luga, të cilin e falenderojmë shumë për çka do lloj gjëje që thotë që na hap syt edhe me historitë e tij që ndoshta ne të jemi më të sigurt nesër. Unë përsëris edhe përveç kërkesës që përsëris për kontribut financiar, pasi unë jam gjithmonë me aq pak para sa nuk më mjaftojnë as për të ngrënë, plus që çdo javë unë duhet bëj dosje stordosje. E kupton ti se në vend që ato dosjet që kërkoj unë duhet bën para, siç duhet bën para, ata mi kthejnë mrapsh edhe unë duhet filloj ti ribej nga para. Çdo gjë është qëllimisht. E qëllimshme është që SPAK i merr dosjet e këtij në Durrës, por siç të thash, përveç kësaj, është fakt që SPAK dhe personat e tjerë që po i shpërbejnë këto, po dëmtojnë jashtëzakonisht të rënd figurën e drejtësisë. E kupton? Domethënë, unë të bëj ty një kërkesë që ta kam bërë përsëri, që ti duhet të marrësh intervistat e personat që unë përmend. Ne kemi bërë detyrën, ta themi publikisht. Ne kemi çuar edhe kërkesën, emailin e kemi çuar me emër me gjitha, ato e kanë detyrë ligjore sa është. Deri 2 javë me të kthyer përgjigje. Deri 2 javë, brenda 10 ditëve ata duhet të kthejnë përgjigje. Kështu që domethënë normalisht ata i quajnë 10 ditë administrative, domethënë 5 ditë plus 5 ditë që ka java. Tani ballafaqimi me palët është vetëm mundësi për t'i thënë që ora Angjëll, po t'ia fut kot mund thot prokurori. Jo, edhe publikisht po e themi, tani studio është hapur për ballafaqim me dosjen. E vetëm mundësi për të kuptuar publiku, qoftë edhe gazetarët, unë kam thënë, shkote gazetarët, shkote ai më i bukur i fare, Tullaci. Jo se i bë shkëlqen shumë. Blendi Fenziu. Dhe shkoj atje, ore, Engjëll Luga thotë që të ka ardhur këtu ty, i ka ardhur stopit, i ka vajtur tjetër. Qa thotë, pse nuk e nxini ju këto gjërat kështu? Kaq pa vlerë janë këto për ju e për ne? Apo ja? Ju përshëndesim miq, gjikojeni vetë, ndiqeni vëmendje. Bëni të fala Edit. Mbani shënim, ju përshëndesim. Edhe Sales.